E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin. Fillimisht një herë dua t'ju përshëndes të gjithëve dhe dua t'ju uroj një ditë me energji të bukur për të sjellur lajmet, analizat, komentimet më të fundit se çfarë po ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Ë Ditët sa po kalojnë, në fakt deri diku janë tensionuese, por deri diku janë edhe të qeta. Biseda, diskutime, debate, sqarime, kohë për reflektime, ka ndodhur brenda kësaj shtëpie. Natën e mbrëmshme, teksa po qëndroni në verandë, Miri bisedonte me Selin. Një bisedë që në fakt për mendimin tim është keq kuptuar. Tani, Miri e pyeste, më falni, Rogerti e pyeste Selinën, i thonte që a mendon ti se Miri të ka sjellë deri në këtë pikë të lojës. Tani, për të qenë të sinqert, unë mendoj që Miri, e kam thënë gjithmonë, ka një vlerë të veçantë në rrugtimin e lojës me Selinën. Do me thënë, Miri është sebebi që Selinën e solli deri në këtë gradën që jemi. Në qoftë se mos të ishte situata e krijuar, tani a u krijua nga Selin, a u krijua nga Miri, situata u krijua. Mos të ishte kjo situatë, Selina nuk do t'ishte në këtë stat, do me thënë nuk do t'ishte në këtë qendër të vëmendjes. Dhe unë mendoj që loja me Mirin thjesht i dha fuqizim Selinës, thjesht i dha rëndësi Selinës që të gjithë banorët të merren me të. Dhe Rogerti në thelb ka shumë të drejtë në momentin kur i thotë që ti deri në këtë stat të ka sjellur Miri. Tani ajo që në fakt unë u befasova në qëndrimet e Selinës, për shembull nuk kam dëgjuar kur nga goja e Mirit që Miri të paktën në bisedë me Rogertin, kohët e fundit, të thotë që Selina është njëri i mirë, që Selina është gocë pozitive, që Selina është vajzë me vlera, etj etj. Fjalë miradije që Selina djetha për Mirin, por duke e parë, do me thënë, situatën që jashtë gjërat shihen në konotacion tjetër, unë mendoj dhe jam shumë i bindur që gjatë bisedës të qetë dhe shumë të sinqert që Selina pati me Rogertin, duke ja dëshmuar Rogertit që po, Miri ka një rol të rëndësishëm në lojën time, po, Miri mua më ka sjellur këtu deri këtu ku ne kemi arritur. Kjo është më se vërtet, por më ka sjellë dhe energjia ime. Por Selin e ka pranuar këtë gjë, do me thënë e ka pranuar dhe më herët që Shëndriti është sebebi që i ndau, që Miri është sebebi që ajo mori këtë vëmendjen kaq të madhe. Do me thënë, janë gjëra që Selina nuk i mohon. Por jashtë është keq kuptuar ky fakti që Rogerti i ka drejtuar një pyetje Selina do të kishte folur ti jashtë me Mirin. Do me thënë, apo lini dyer të hapura dhe Selin në një farë mënyre thotë unë nuk kam asnjë gjë të keqe, që do me thënë e konfirmon që mund të flet. Tani, unë jam shumë i bindur që në momentin kur Selina do të del jashtë, sepse duhet kuptuar, përgjigjet që po jepen tani të banorëve janë përgjigje që po jepen tani, që nën kupton, do me thënë banorët janë entuziast për të parë se çfarë po ndodhen jashtë. Por nuk kanë arritur që t'i kuptojnë gjërat, nuk kanë arritur që t'i dinë gjërat, nuk e dinë se jashtë janë luajtur Big Brothera, do me thënë familja e Mirit ka bërë Big Brother në vete, familja e Selin ka bërë Big Brother në vete, familja Rogerti gjithashtu. Do me thënë është luajtur loja në të dy polet, dhe brenda shtëpisë dhe jashtë shtëpisë. Unë jam shumë i bindur, kjo gjëja do ta distancon Selinën nga Miri. Tani, a është Selina aq zemër mirë sa që i fal fjalët që thuhen brenda shtëpisë? Kam arritur ta kuptoj që Selina nuk është një natyrë që mban inate. Do me thënë nuk ka hatër mbetje. Për shembull, po të ishin thënë, marrim shembull, këto fjalë Brikenës që ju thanë Selin, unë jam shumë i bindur që Brikena do të kishte një qëndrim aq të ftohtë me Mirin dhe me Rogertin që ndoshta deri në sekondën e fundit do t'i kishte mallkuar. Por në këtë rast, më thënë Selina, duhet kuptuar është edhe në një ambient të vogël dhe nuk ka se çfarë të bën. Por, si do t'jetë qëndrimi i tyre jashtë, tani duke u bazuar në për Big Brotherat e mëhershëm, unë mendoj që banorët pa marrë parasysh se çfarë thonë brenda kur dalin jashtë, ka të bëjë shumë ndikimi familjar. Selina jashtë e ka marrëdhënien me Gimbon, tani Selina është pak në mendime si qëndron kjo marrëdhënie, a vazhdon apo nuk vazhdon, çfarë bëhet me Gimbon.
Dhe në momentin që Selin do të merret me Gimbo, në momentin që Selin do të takoj familjen e saj, unë jam shumë i bindur që Selin kur do të del në fan club dhe kur do të sheh gjërat qarta ashtu siç i kishte parë në këtë rast Brikena, Selin do të ketë krejtësisht një rrugtim tjetër që nuk ka të bëj fare me mirin, por mënyra e përgjigjeve të Selin, do me thënë le për të kuptuar dhe për të keq kuptuar. Tani Selin ose e bën përgjigjen me kastile për ta provokuar Rogertin dhe për të ngritur një hamencim mes Rogertit, Mirit dhe Mateos, dhe Selin të vazhdon akoma të jetë, do me thënë, fenomen në këtë shtëpi, të vazhdon akoma të përflitet në këtë shtëpi, ose është thjesht përgjigja e Selin e tillë, sa që është në gjendje të përgjigjet në formën se si ajo e mendon edhe se si ajo e ndjen në moment se duhet të përgjigjet. Do me thënë, janë krijuar shumë dinamika, janë krijuar shumë pikpyetje se çfarë po ndodh, çfarë vendimesh po merr Selina, janë vendime të drejta apo jo, si do të jetë raporti i saj me Mirin jashtë. Unë mendoj nga presioni familjar, gjithmonë Selina nuk do të ketë asnjë lloj raporti me Mirin, dhe që në momentin kur do të mbyllen dyert edhe dritat e kësaj shtëpie, aty do të mbyllen edhe raportet me Mirin, se edhe Mirin jeta dhe familja e tij jam i bindur që nuk do ta lërë të krijojë një raport jashtë me Selinën. Qoftë edhe sikur t'i sqarojnë gjërat, por nuk më duket, domethënë, normale kjo gjë. Mendoj që Selina nuk do ta prish Rehatin me Gimbon për të krijuar një raport me Mirin. Kjo është sa i përket bisedës të djeshme shumë të ndjerë që Selina realisht ka përzgjedhur që të bëjë me Rogertin. Mua mu duk bisede ndjerë, mu duk bisede thjesht, bisede pozitive, domethënë në aspektin që Selin e pranoi të vërtetën që nuk ja humbet vlerat Mirit në lojë, dhe kjo është e vërtetë. Tani Selina arriti deri këtu ku është nga krevati i famshëm. Të gjithë banorët ia dhanë rëndësinë, të gjithë banorët folën me të, të gjithë banorët komunikuan me të, dhe sot janë këtu ku janë. Domethënë sot Selin është brenda asaj shtëpie, të gjithë ato banorë janë jashtë. Selina është kryevepra dhe po përflitet kudo, të gjithë mediat janë Selin, domethënë është shndruar në një fenomen, dhe Selina tregoi shkattësinë dhe inteligjencën e saj. Por ndoshta do që këtë kapitull Selina ta mbyllën me dashuri, respekt për të gjithë banorët, qoftë këtu përfshirë edhe Miri në këtë mes. Domethënë unë shoh një Selin të qetë, një Selin të butë, edhe një Selin shumë favor për veten e saj. Domethënë unë jam i bindur që presioni jashtë që do të jetë, nuk do të ketë asnjë derë komunikimi me Selinës edhe West Side Family-t, edhe pse në fakt Selina është rritur me këngët e tyre. Kjo është analiza ime.